Gjermania fitoi pastër me rezultatin 3-0 ndaj Francës dhe arriti në finalen e Europianit U21, atje ku do të përballet me Anglinë. Dhe si për ta bërë ende edhe më keq situatën, golin e parë kundër Francës e shënoi një shqiptar, Nelson Weber, dhe të fundit, po ashtu, shqiptari tjetër Brian Gruda e hapi një shqiptar festivalin e golave dhe e mbylli një tjetër. Para pak kohësh të dy këta futbollistë kishin thënë se nëse nuk do t'i ftonte Gjermania A, me pas do t'i bashkoheshin Shqipërisë. Por ajo që nuk duhet të ndodhte është një finale apo një trofej fituar nga Gjermania U21. Kjo pasi nëse Gjermania U21 e fiton këtë turne, atëherë Nagelsmann, trajneri i Gjermanisë së Madhe, është i detyruar që të marrë 2 deri në 3 element për ekipin e parë për ndeshjet e shtatorit. Dhe për sa kohë Nelson Weber shënon rregullisht ndaj Anglisë, Italisë dhe Francës, është padyshim një prej atyre emrave në rrezik që mund të merret nga Nagelsmann, ashtu si edhe Brian Gruda, të paktën në teori sepse në praktik duket se nuk do të ndodhë kështu. Në Gjermani ka kritika të mëdha për trajnerin Julian Nagelsmann. Trajneri i Gjermanisë së Madhe nuk ka shkuar për të parë nga afër asnjë ndeshje të Gjermanisë U21, pavarësisht se ky ekip ka shkuar deri në finale. Gazetarët gjerman janë të habitur se si Nagelsmann, që nuk ka asnjë angazhim tjetër përveç punës si trajneri i Gjermanisë, nuk sheh nga afër talentet e tij të moshës U21, që po korrin rezultate të tilla mbreslënse në Europianin e të vegjëlve. Pra Nagelsmann nuk ka parë asnjë nga ndeshjet e këtyre futbollistëve nga stadiumi, ndërsa pritet që mes këtyre kritikave të mëdha të jetë prezent për finalen e madhe Gjermania-Angli. Madje mediat gjermane theksojnë se i vetmi trajner i ekipeve të para nga ekipet e mëdha që ka parë ndeshjet në stadium ka qenë ai i Italisë, Gennaro Gattuso. Në një farë mënyrë Nagelsmann ka injoruar edhe performancat e mira të dy shqiptarëve, të cilët nuk janë parë nga afër nga trajneri gjerman. Për Weber, duket më e vështirë të marrë një ftesë nga Gjermania A, pasi gjithë vëmendjen e ka marrë sulmuesi tjetër, Wolte Made, që është si një përbindësh golash dhe tashmë është në lupën e Bayernit të Muniut. Një lajm i mirë ky për Shqipërinë, pasi edhe Weber është një nuhatës i mirë i golit, por Wolte Made është shumë më larg Weber në cilësi. Ndeshja finale midis Anglisë dhe Gjermanisë do të vendos shumë edhe për fatin e tyre, nëse Gruda dhe Weber do të vinte Shqipëria apo do të ngelinte kombëtarja gjermane.